Kura fantastike me piper të zi dhe qumësht për tiroiden. Çrregullimet e gjendrës së tiroides lidhen me mosbalancimin e duhur të proceseve të metabolizmit në organizmin ton. Këto probleme ndikojnë ose në strukturën e tiroides ose në funksionimin e duhur të saj. Gjendra e tiroides luan rol kryesor në prodhimin e tiroksinës, një hormon shumë i rëndësishëm për tretjen, funksionimin e muskujve dhe të zemrës, si dhe për zhvillimet e qelizave të trurit dhe kockave. Duke qenë se funksionimi i tiroides varet nga shumë faktorë të tjerë të organizmit dhe trajtimi i saj është shumë delikat. Një nga metodat natyrale për trajtimin e saj është edhe kura me qumësht, piper të zi dhe ginger. Piperi i zi njihet për përmbajtjen e magnezit, hekurit dhe vitaminës K, që ndihmojnë në qarkullimin dhe rigjenerimin e qelizave të gjakut. Nga ana tjetër, gingeri është i famshëm për agjentët antiinflamatorë që luftojnë prekjen e organizmit nga bakteret të dëmshme. Kjo kurë trajton rastet e hipertiroides, funksioni i ulët i gjendrës së tiroides, gjendje që karakterizohet me prodhim të ulët të hormoneve nga kjo gjendër. Hipertiroidja ka si simptoma lodhjen kronike, depresionin, stresin, koll të mjaftueshme. Kjo sëmundje zbulohet përmes analizave të gjakut dhe tiroides. Përbërësit: 100 gram piperi zi kokër, 100 gram ginger i tharë, qumësht. Përgatitja: në një grishe vendosim piperin dhe gingerin dhe i lëm të bluhen. Në momentin që është formuar një pluhur homogjen, përbërja është gati. Mjafton që një lugë çaji nga ky pluhur ta përzjeni me një gotë qumësht dhe përbërja natyrale më në fund është gati. Kura duhet të konsumohet 2 herë në ditë, një herë përpara se të flini dhe një herë në mëngjes me stomakun bosh, në mënyrë që të realizoni rezultate në balancimin e funksionimit të tiroides. Duhet që këtë kurë ta vazhdoni për 30 ditë dhe ta përsërisni edhe për 30 ditë të tjera.